Në ceremoninë fetare ka marrë pjesë edhe trashëgimtari i pronit serb, Princ Aleksandri II, i cili ka thënë se nuk mund të humbet 14% e territorit. Da to je naša zemlja, ja sam rekao, opet. Zgjidhja është se kjo është toka jonë. Dëshiroj ta them sërish, toka jonë, tokë serbe, por duhet të ketë të drejta për të gjithë. Nuk duhet të ketë konfrontime, duhet të ketë situatë të qetë, nuk dua konflikte. Mirnu situacijo. Në shënimin e përvjetorit të 618 të humbjes së betejës së Kosovës është shpërndar edhe një deklarat, në të cilën thotë se serbët e Kosovës e respektojnë vetëm kushtetutin e Serbisë, sipas të cilës Kosova është pjesë e Serbisë.